Ky meditim hipnoterapik i plot për relaksim të thellë që përfshin shërimin trupor, mendor, forcimin e vetbesimit dhe përgatitjen për një gjumë të qetë dhe të thellë. Vendosu rehat në një vend të qetë, ku ndjehesh i sigurt, i pashqetësuar, nga asgjë dhe nga askush. Mbylli sytë butësisht. Ndjej sytë e tu që po mbyllen dhe po relaksohen njëkohësisht. Merre një frymë të thellë nga hunda përmes barkut. Ndjeje se barku yt gjatë marrjes së frymës po ngrihet lart. Lëshoje ngadalë. Lësho çdo tension, çdo mendim që nuk është juaj. Fryma jote të çon thellë në një gjendje relaksimi, rehatie dhe qetësie. Vazhdo të marrësh frymë thellë, ngadalë dhe qetë. Me çdo frymë, trupi yt qetësohet. Mendja jote bëhet më e qartë. Dhe zemra jote hapet drejt një hapësire dashurie dhe shërimi të plot. Imagjino tani se ndodhesh në një vend të bukur në natyrë. Në një livadë me lule të shumëngjyrshme, ku ajri është i freskët, qielli është i kthjellët, drita e diellit është e butë dhe e ngrohtë. Ti je i rrethuar nga paqja. Ndërsa ecën ngadalë në këtë vend, ndjen një dritë të artë që spret nga lart dhe vendoset mbi majën e kokës tënde. Kjo dritë mbart energji të pastër shëruese. Fillon të rrëshqas butësisht mbi gjithë trupin tënd tani. Ajo ngadalë, butësisht e prek ballin tënd, qetëson mendimet, prek fytyrën, relakson sytë, faqet, nofullat, gojen, buzët, gjuhën. Rrëshqet në qafë, zbret në supet e tua dhe vazhdon poshtë, përgjatë krave, në duar, në gishtrinë. Pastaj përhapet në krahëror, në gjoksin tënd, në bark, në shpinë, në këmbë, deri në majat
e gishtave të këmbës tuaj. Kudo që shkon kjo dritë, ajo shëron, pastron, rigjeneron çdo qelisë, çdo organ në trupin tënd. Ajo po pastron, ajo rikthen balancën dhe jetën. Çdo qelisë e trupit tënd zgjohet, qetësohet dhe ndriçon nga brenda. Ti mund të thuash ngadalë me vete: trupi im po shërohet, çdo qelisë është mbushur me jetë, me dritë. Unë i besoj trupit tim, ai di si të shërohet vetë. Tani, ndalu për një qast në zemrën tënde. Ndjeje si pulson me ritmin e jetës. Me çdo rrahje, ajo të kujton se ti je gjallë, je i fortë, je i dashur. Thuaj me butësi në mendjen tuaj: unë e dua veten, unë jam e mjaftueshme, jam e fortë, jam e qëndrueshme, unë besoj në fuqinë time. Me çdo fjalë, forcon vetë besimin tënd, rikthen besimin dhe mbush shpirtin me siguri të thellë. Tani, imagjino veten duke u shtrirë në një shtrat të butë. Dërsa nata bien ngadalë mbi botë. Qielli mbushet me yje, hëna rrezaton. Dhe një ndjenjë qetësie e thellë mbështjell gjithçka. Trupi yt është gati të pushojë. Mendja jote është gati të çlirohet. Shpirti yt është gati të rilidhet me paqen hyjnore. Tani, thuaj ngadalë me zemër të hapur: unë e lejoj vetëm të pushoj. Jam e mbrojtur, jam e sigurt, jam e udhëzuar nga Zoti fuqiplot. Sonte po flet thellë dhe nesër zgjohem e freskët, e mbushur me energji të pastër. Ndërsa ky meditim mbaron, mund të zgjedhësh të flesh me njëherë, ose të qëndrosh edhe pak në këtë hapësirë të shenjët. Në çdo moment, në çdo qast, ti je në paqe. Dhe kjo paqe të ndjek në ëndrat e tua.
Nëse ndjeve diçka të bukur në këtë udhëtim së bashku, shpërndaje këtë video, shpërndaje dashurinë që të përfitojnë edhe të tjerët nga kjo. Faleminderit.